policisë shtetit të ndalë me njerë dhunën ndaj qytetarëve që protestojnë jashtë godinës së kuvendit. Është e papranueshme që sot godina e kuvendit në një perimetër të zgjeruar është rrethuar nga forca sigurie, a thua se qytetarët tanë na rrezikojnë ne, deputetëve të këtij kuvendi jetën. Pa asnjë diskutim taulant, të rrezikojnë të bëjmë pis kostumin me ndonjë vezë, e di që e ketë shtrenjtë, por ky nuk është halli i kuvendit dhe nuk duhet jetë as halli i policisë shtetit. Përkundrazi, halli i policisë shtetit duhet jetë ta verifikojë atë markën e kostumit tënd dhe të verifikojë edhe të ardhurat se ku i ke gjetur parat për atë kostum të shtrenjtë ti edhe disa prej kolegëve, jo të gjithë kolegët e mazhorancës. Por kjo nuk justifikon kurrë dhunën ndaj qytetarëve, përdorimin e mjeteve disproporcionale kundër protestuesve dhe ato që po ndodh jashtë kësaj salle seancës plenare. Prandaj zoti kryetar, në emër të kuvendit nuk e nderon ajo që po bën policia e shtetit kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Askush prej nesh nuk duhet ndjehet i rrezikuar nga kritika e qytetarëve. Askush prej nesh në këtë sallë nuk duhet ndjehet i rrezikuar nga kërkesat e qytetarëve, përkundrazi. Dhe prandaj e kemi votuar edhe kundër për kalendarin. Kryetar, në replik me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, sot në fakt me që folët për frikë, hera e parë në histori që ti ka ardhur para meje në seancë. S'kishte ndodhur ndonjëherë, sepse gjithmonë vi i pari, por kësa radhe ma kalove kësha arqën 8 dhe të gjeta dhe në kafe me gonen. Tani sa i përket pjesës së kostumit, rritu sa të duash, as nuk e mbush, as nuk e kënaq dot kostumin tim, që t'jemi të qartë për këtë pjesë në të gjitha aspektet e një diskutimi, por është keqardhja e madhe që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Partia Demokratike e vlerave të mëdha, e përfundon diskutimin dhe dashur qytetarë shqiptarë. Kush është dallimi më i madh mes këtij grupi parlamentar dhe këtij grupi parlamentar? Ky grup parlamentar as ka vuajtur nga 12 qershori 1991 e deri më sot nga sindroma e Stockholmit. Ju vuani nga sindroma e Stockholmit, ku i përdhunuari bie në dashuri me përdhunuesin. Do ti t'ja plotësosh kërkesat protestuesve. Sa Liunburg thot protesta. Plotësoja pra kërkesën protestuesve, çoje sa Liunburg. Ja plotëson dot kërkesën. Sa i përket ta thash, nuk të fus dot brenda kostumit tim se nuk më pëlqen. Kështu që në këtë këndvështrim, zoti kryetari i kuvendit, meqense nuk kishim propozim për... Përfundoni, ju lutem.